Mjaft është mjaft. Kosova nuk është në gjendje normale. Për një javë ditë, vendi ynë është pa institucione të konstituara. Kurti vazhdon të ushtrojë funksionin e kryeministrit, kundërligjshëm. Ndonë se tashmë e ka marrë mandatin si deputet dhe e ka dhonë betimin si deputet para të gjithë juve. Kemi ministra që njëkohësisht janë betuar si deputet dhe vazhdojnë të ushtrojnë funksione ministrore kundërligjshëm, të marrin vendime dhe të disponojnë me paron publike, paron tuj qytetarët të Republikës Kosovës. Dhe kemi një situatë të paprecedent edhe në presidencë, me pasoja të drejt për drejta për zinxhirin kushtetues të komandimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Personi që mban pozitën e komandantit suprem të forcave të armatosura e mban atë pozitë gjithashtu kundërligjshëm. Në këtë moment, Kurti po përpiqet të prodhoj një fotografi të normalitetit. Sot e bëri këtë përmes ceremonisë së diplomimit të kadetëve të rinj të shërbimit korrektues. Doli para tyre, doli para uniformave, doli para kamerave. Dhe tha, Kosova ka nevojë për ju dhe pret shumë prej jush. Po, Kurti, Kosova ka nevojë për ta, por mos i përdorni ata për të krijuar përshtypje qytetarëve se gjithçka është normale në shtetin tonë. Institucionet e cilit ju vetë por refuzoni me i funksionalizu. Mos e përdorni uniformën për të normalizu krizën, sepse këtë e keni bë në vazhdimsi me. Ne kërkuam sigurim shëndetësor dhe jetësor për pjesëtarët e sektorit të sigurisë, policin, ushtrin, AKI-n, zjarfiksit, duke përfshi edhe shërbimin korrektues. E kërkuam më shumë se njëherë dhe shumica juaj vetëvendosja vendoset kundër, votuat kundër, ju refuzuat sigurime shëndetësore dhe jetësore. Policëve tonë ua kërkojmë të rrezikojnë jetën për Kosovën, ndërsa pas një karriere në shërbim të këtij vendi dhe qytetarëve tonë përballen me pensione rreth 150 euro. Kështu i trajton ti policinë e Kosovës. Dhe sot dilni para pjesëtarëve të shërbimit korrektues e u thoni Kosova ka nevojë për ju? Po, Kosova ka nevojë për ta. Por edhe ata ka nevojë për Kosovën. Kurti, vendi ku ju duni me qenë sot është kuvendi i Republikës së Kosovës. E jani në kuvend. Mundësoni konstituimin e tij. Lejoni krijimin e institucioneve legjitime dhe funksionale të vendit. Mjaft është mjaft.